me atë të jo asaj proteste që është mbajtur përpara kuvendit të Shqipërisë, por protestës së mëparshme që qytetarët së bashku me deputet të Partisë Demokratike marshuan drejt ish-vilës së diktatorit Hoxha. Së pari, kjo është një protestë në vazhdon e gjithë aksionit opozitar, padyshim i përshkallëzuar nga protesta në protestë, jo vetëm në masivitet, jo vetëm në mesazhe, por edhe në momentin në për cilin po kalon Shqipëria. Mos harrojmë aferat e njëpasnjëshme korruptive, tashmë nuk kemi thjesht një keqeverisje, po kemi një grup të strukturuar kriminal në dosjen e fundit të Akshit, por jo vetëm. Mendoj që votimi i fundit në parlament duke mos lejuar drejtësinë të veprojë, duke penguar drejtësinë në rastin e çështjes Balluku, duke përdorur imunitetin si një mburojë politike për zyrtarët e lartë, padyshim që nuk ishte thjesht rrëzimi total i reformës në drejtësi, por padyshim një pasojë drejt për drejt në procesin e integrimit evropian, dhe këtu dua të ndalem te europarlamentari David McAllister, i cili e tha mjaft qartë që Shqipëria do duhet kaloj testin me çështjen Balluku në luftën kundër korrupsionit dhe padyshim gjë që do të ndikojë në procesin e integrimit evropian. Pra jemi në një situatë jo vetëm të një keqeverisje, korrupsioni galopant, por padyshim edhe të një pejmarrje të procesit integrimit, e kam quajtur unë, sepse jo vetëm Shqipëria nuk plotëson standardet dhe kushtet minimale në procesin e integrimit evropian, por tashmë gjithë fasada e reformës në drejtësi ra totalisht, duke jo vetëm një vendimarrje me 83 mandate ndaj drejtësisë, duke penguar drejtësinë, por nga ana tjetër dhe duke sjellë, mos harrojmë, kemi në proces parlamentar do diskutohen ndryshimet kodit procedurës penale për të dhënë imunitet qeverisë, për të dhënë imunitet kryeministrit ndaj ndjekjes penale. Pra, kjo qeveri jo vetëm ka humbur legitimitetin, jo vetëm ka humbur çdo lloj morali për drejtuar vendin, sepse nga zgjedhje padyshim të vjedhura fars erdhi në qeverisje, por tashmë është bërë një pengesë serioze në procesin e integrimit evropian. Mos harrojmë, dhe për sqaruar qytetarët, raporti i fundit i IBAR, për raporti i ndërmjetëm që bëhet nga pala shqiptare dhe miratohet nga Brukseli, nuk është miratuar për Shqipërinë, ndërkohë që i është dhënë drita e jeshile Malit Zi, ndërkohë që ka mbyllur 14 kapitull Mali i Zi dhe ka ecur në procesin e integrimit evropian. Shqipëria vetëm nëpërmjet këtij raporti, miratimit të këtij raporti, do të ketë mundësinë të mbylli kapitujt e mëvonshëm në procesin e integrimit evropian. Pse? Sepse shumë nga vendet si Gjermania, si Suedia, si Brukseli kanë ngritur pikpyetje shumë të mëdha për situatën reale të luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në Shqipëri, çka është themra e akilit e procesit të integrimit europian. Mos harrojmë çfarë po ndodh së fundmi, në një krizë ekonomike shumë të madhe. Qeveria jo vetëm që nuk adreson çmimin e naftës, që është problemi më i madh i qytetarëve shqiptar. Sot ka shkuar 215 lek litri naftës dhe absolutisht nuk ka një masë serioze të thuar që do të pres rritjen deri në 220 lek për litër në mënyrë që të marrë masa, dhe kjo masë, sipas kryeministrit, është që të ulja aksizën 20% për gjithë qytetarët, ulja e aksizës 20% të nafta është 9 lek. Asnjë ndikim i drejt për drejt. Po, cili është plani i opozitës për kontrollin e çmimeve dhe për mbrojtjen e qytetarëve në këtë pikë pra? Ne kemi propozuar prej 2 javësh. Prej 2 javësh kemi depozituar në kuvend një projekt ligj për të pezulluar qoftë taksën e qarkullimit dhe taksën e karbonit si masa të menjëhershme që do ndikonin në mënyrë të drejtë për drejtë tek qytetarët. Duhet të kujtojmë për qytetarët që ne për mirëmbajtjen e rrugëve paguajmë 3 herë. Paguajmë kolaudimin një herë në vit, 70.000 lekë,
paguajnë 32 lekë për litër në çdo litër naftë pikërisht taksën e qarkullimit. Dhe vetëm nga këto dy taksa, mos flas pastaj për taksat që ne paguajmë për të aksesuar rrugët e ndryshme, pra vetëm nga këto dy taksa, buxheti fiton rreth 300 milion euro. Por e dini sa shpenzon kjo qeveri për mirëmbajtjen e rrugëve? Vetëm 50 milion euro. Pra, është një jo vetëm masë e cila do ndikonte në mënyrë të drejtë për drejtë tek qytetarët, por është një masë konkrete. Uljen e taksave sapo e miratoi qeveria Meloni, e ka miratuar Kosova, e ka miratuar gjithashtu ndikime të cilat ka bërë dhe rajoni. Ndërkohë tek ne, kur 60% e çmimit të naftës, 60% po flas, janë taksa. Pra në 2.000 lekë, po të marrë një mesatare të çmimit naftës, megjithëse është rritur, ne paguajmë 1.200 lekë pikërisht taksa, pra 60% të çmimit. Pra janë shumë arsye pse qytetarët duhet bashkohen shesh. Duhet bashkohen për veten e tyre, së pari për keq qeverisjen, për pamundësinë për mbyllur muajin, për pamundësinë për të shkolluar fëmijët e tyre, për shpopullimin dramatik që po i ndodh vendit, sepse shkojnë në spitale dhe nuk marrin shërbim, sepse janë të sëmurë me kancer dhe nuk ka ilaçe te onkologjiku, sepse shkojnë tek të marrin ilaçe të cilat të mund t'i kurojnë, por janë të skaduara sipas dhe raportit të kontrollit lartë të shtetit. Pra qytetarët sot duhet bashkohen shesh, jo thjesht me opozitën. Kjo është mbi gjitha një protestë e qytetarëve të lirë kundër një personi dhe një kryeministri dhe një qeverie që absolutisht ka marrë peng vendin dhe jo vetëm i grabit, jo vetëm korrupsioni dhe pandërshkueshmëria është në nivelet më të larta, por tashmë është dhe pengesë për procesin e integrimit evropian. Dhe në fakt nuk është protesta e vetme kjo e opozitës dhe t'ju pyes, a ka opozita një plan B për rezistencën e saj nëse nuk do të ketë reflektim ashtu siç nuk ka patur deri në këtë pikë, pra deri ditën e sotme. Dhe pyetja e radhës, a është bllokimi i parlamentit dhe greva një ndër skenarët e opozitës që po diskutohet? Patjetër që opozita ka diskutuar të gjithë plani A, planin B, përshkallëzimi i protestës është njëra anë, lufta brenda parlamentit është betejë tjetër, të gjitha janë të hapura, të gjitha presionet e qendresës brenda parlamentit apo në sheshe, padyshim që çdo vendimarrje do të merret në momentin e duhur. Mendoj që tashmë nuk ka më kthim mbrapa në aksionin opozitar dhe në qëndresën e vazhdueshme ndaj kësaj qeverie. Mendoj që protesta është një nga mjetet më të rëndësishme dhe më të domosdoshme që qytetari do duhet të shfrytëzojë, mund të jetë pjesë e aksionit opozitar, por dhe vetë qytetarët nga rritja e çmimeve mund të organizohen vetë. Pra, mendoj që ky momentumi i Shqipërisë shkon përtej opozitës, shkon përtej partive politike opozitare. Këtu do duhet bashkohemi të gjithë shqiptarët të cilët mendojnë që Shqipëria ka nevojë për ndryshim. Merrni vetëm faktin që ky kryeministër na ka bashkuar me Serbinë në projektin evropian për të quar këtë kryeministër antikombëtar dhe absolutisht anti-shqiptar, duke thënë që jo, ka një projekt tjetër për integrimin dhe nuk është ai me i projektit antarësimit me drejtat plota brenda Bashkimit Evropian. Zënja Xhixhe, jam dakord për aq sa ju thoni, por pyetja është, apo japin efekt të gjitha protestat e opozitës të mbajtura dhe që po vazhdojnë të mbahen ende? Mendoj që ka dhënë efektin e saj në arenën ndërkombëtare, absolutisht, nëse sheh pasqyrimin e mediave ndërkombëtare ka pasur një jehon të opozitës, të rasteve korruptive nga ana e kësaj qeverie, absolutisht. Por gjithashtu ka patur thirrje nga ndërkombëtarët që protestat e dhunshme janë të papranueshme. Opozita ka qenë gjithmonë për protesta paqësore. Thirrja jonë dhe gjithë apeli jonë është për protesta paqësore, por duhet kuptojmë që në momentin që ti ngrëz zërin,
kërkon komisione parlamentare, kërkon llogaridhënie, kërkon të merren masa në moment krize dhe këtu ke jo vetëm një tallje nga ana e qeverisë, por dhe absolutisht jo llogaridhënie. Normal që qytetarët që dalin protestë kanë revoltën e tyre, kanë mllefin e tyre, për të shprehur ndaj kësaj qeverie dhe protestat që ka bërë opozita absolutisht janë të ngjashme si në çdo vend evropian, ku padyshim kërkohet llogari dhe kërkohet në këtë moment në cilin ndodhet Shqipëria një qeveri teknike. Një qeveri teknike që është kërkesa kryesore e opozitës. Të organizojë zgjedhje lira dhe të vlerëshme dhe të japi dritën jeshile edhe procesit të integrimit evropian, padyshim. Sigurisht, unë të falenderoj shumë që ishe në këtë lidhje të drejtë për drejtë, shpresoj dhe mendoj që do shkosh në shesh tashmë për t'ju bashkuar protestuesve. Faleminderit edhe një herë. Mirë, ne pas kësaj interviste do të shkojmë në hapësirën publicitare për të rikthyer vetëm pas pak, po me zhvillimet e protestës.